Një shtetas italian është gjetur i pajet në fshatin Salari të Tepelenës. Policia njofton se trupi i pajeti italianit të identifikuar si Edoardo Sarki, 44 vjeç, është gjetur në vendin e quajtur Dilan, në rrugën rurale që lidh fshatrat Nivit Salari. Nga këqyrja e trupit, pa shenja jete të hedhur në rrugë, u vure një plagë e shkaktuar nga një armë zjarri. Policia thotë se ngjarja dyshohet se ka ndodhur në orët e para të ditës së shtunë. Ka hetimet paraprake të policisë të Tepelenës mësohet se pas mesnate është dëgjuar një breshëri armë zjarri e dyshuar Kalashnikov. Dyshohet se autori apo autorët e mundshëm të ngjarjes kanë qelluar fillimisht gomat e automjetit me të cilën po lëvizte shtetasi italian dhe më pas viktimën. Italiani banonte prej kohësh në qytetin e Tiranës, teksa rezulton pronar i një biznesi në kryeqytet. Shërbimet e policisë kanë ngritur një grup të posaçëm hetimor që në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe identifikimin e autorit apo autorëve të krimit.